në zemër, do t'i puthun sytetu në ëndër, se mje për ti obsesion, s'ka qenis që t'refuzon, do t'a bëj emrin tatu në zemër. Veten me sytë e mi, s'do t'i besoje të tuve, jo. Leta t'i krejt bota, kytja sa të do. Leta t'i krejt bota, leta di se do t'a bëj emrin tatu në zemër, do t'i puthun sytetu në ëndër, se me për ti obsesion, s'ka qenis që t'refuzon, do t'a bëj emrin tatu në zemër. Faleminderit. Përshëndetje mi që ja pra ku jemi dhe sot si çdo të shtunë tjetër vetëm në ekranin e Fox News me mua Silvana Bushati, gjithashtu dhe me ftuarit e mi. Sot është një ditë feste, pra është festa e dashurisë Shën Valentini dhe unë dua t'ju uroj të gjithë të gëzuar ditën e dashurisë. Por unë sot kam një panel vetëm me djem, unë dua të di se si dashurojnë djem pra. Njërin, unë i kam gjithë të martuar, a? Gjithë jemi respektivisht martuar, apo Ledjo t'jemi... Para kamerave, po, para kamerave. Me ne sot është Ledjo. Ledjo t'i njërë si aktor, ke mbaruar Akademinë e Arteve, gjithashtu edhe në rrjetet sociale jemi mjaft i ndjekur nga publiku. Po? Po. Faleminderit. Ledjo nuk ka marrë me zor, Ledjo është këtu gjithkohën. Jo, e kam marrë me që se këndoja e qunit tjetë në i lekë se na është bërë kështu refleks. O vlam bajë këtë. Baje mos ja ktesa, ha? Me 5 që gjetën? Avash. Pakën e, kështu është i 0. O vlam, gjdo kënë nga i 5 që i djenë. Jeni mësu ke që kemi 10 në altë ne. Faleminderit gjithsesi. Gjithashtu me neve sot Fjoral Bedja. Faleminderit për kohën Fjoral, Faleminderit për ftesën. Përkushme, ty të kemi të martuar edhe ti. I fejuar. Po u fejove. Me të jetoj kështu që quhet martuar. Me neve gjithashtu sot ajo është kushuririn, pra është një person që e kam vërtet shumë për zemër, Elton i Mire. Ty nuk ta harroj emrin as mbi emrin Elton. Mirë se u gjeta. Eltoni është një personazh që bën gjithmonë piktura shumë bukura në trup, pra bën tatuazhe. Elton i vlerëson për të thënë që ke qenë edhe këngëtar dikur, por edhe fotograf, pra ke prekur shumë fusha. Gjitha fushat e artit pothuajse. I kemi prekur nga pak. Po ty kemi të martuar apo? Unë kam 2 kalamaj. Besoj se pjesa martesës nuk futet tani. Pas mirë. Ora vazhdoj me një gëzuar. Hajde mirë se gjetëm Silvana. Si e përkufizoni fjalën dashuri? Fare Elton se unë jashtë fjalës dashuri mund t'ju them që bëni tatuazhe sa më shumë, po ndroj atë fjalën. Te dashuria nuk ke tikësh para fjalës dashuri. Duani sa më shumë, ata që keni pranë, koha është e shkurtër. Kështu që duani sa më shumë. Jepni sa më shumë lumturi. Ledjo ti ishe me pikë pyetje të dashuria. Po, fjalën dashuri ka një përkufizim. Ke dikë që të çan drasë mëngjes tregtar, që se paguan to. I ke falë. Që i bie edhe sakrificë. Normal. Unë nuk du të shtoja si fjalë nga ajo që tha Toni. Unë besoj që ti nuk pajtosh për mendimin e Ledjo. Jo, patjetër që jo. Është e domosdoshme. Dashuria është domosdoshme. Po nuk qau drasa, thuj. Si të ndërtohesh fjalë se du të më i kthej ato. Gjëra të rëndësishme. Ka falë se raj njëri nga mbrapa. Si jeni? Ja jeni mirë çuna. Po qeshse për qeshur është. I ka vjeta. S'ka problem se e kanë si program. Hajde. A dashurojnë vërtet djemt apo thjesht janë Unë mendoj se djemt dashurojnë më shumë se vajzat. Mos më preken vajzat. Pse? Por ne nuk e shprehim dashurinë. Siç nuk e shprehim me fjalë. Po, nuk e shprehim dot. Nuk e shprehim dot sepse ndjenja nuk shprehet me fjalë ose me ku ta them unë. Ajo ndihet. Unë do thoja kështu, unë do thoja që si krijesa, domethënë mashkull femër, jemi të ndryshëm.
Edhe ju jeni më emocionale, femrat janë më emocionale, normalisht e shprehin edhe përpiqen ta thonë edhe me fjalë. Ndërsa ne meshkujt jemi për të provuar. Pra, jemi për të lënë vepra. Kështu të shpreh dashuria, kështu e shpreh një mashkull dashurinë ndaj një femre. Unë mendoj që jemi në një moment. Patjetër që e shpreh edhe me fjalë, se edhe ne flasim, nuk po them se. Ta diun që ti më dashuron vërtet. Për shembull, unë që jam këngëtar, e shpreh duke i kënduar ndoshta. Dikush tjetër ai e shpreh me një tatuazh. Ky bën një diçka tjetër. Po, unë një diçka tjetër. Po, unë bëj një diçka tjetër. Ha, si e shpreh ti dashurinë këtë? Për shembull, na e thuaj, unë e tham. Po, ti ku ishe, ti bën e vepra, na i frashëri përballë, si alo mirë. Nuk ka lidhje me na jemi, po. Okej. Tash i për kufizimin dashurisë është në terma të ndryshme, unë e shpreh me veprime të vogla, nuk ka nevojë që të bësh mrekullira apo tregosh çfarë bëj unë për ku te kush kamerë të çoptën se jemi kështu. Okej. Me veprime të vogla e shpreh. Një veprim jote i vogël që vërtet i ka lënë përshtypje partneres tënde dhe thotë gjithmonë, "Ok, këtë gjë unë e vlerësoj nga ti." Se kam bërë akoma. Asnjëherë? Asnjëherë. Mos më fol për veprimin më. Për juve 14 shkurt është ditë dashuria apo detyrim financiar? Tani duhet flasim këta që janë të martuar, njëherë pastaj mbrapa. Unë do përgjigjem në fund. Mirë, gjithë kemi falë, kemi prekur dashurinë edhe pa qenë të martuar. Nuk është Jo, vetëm nëse po flasim për atë detyrimi financiar. Madje mos them që më shumë 14 shkurtje është për ata që janë martuar, se sikur duhen me lënë më shumë përshtypje. Po që është gabim edhe ajo. Unë personalisht nuk është se jam në një 14 shkurtit, që domosdoshmërisht 14 shkurtit. Jo, s'po fjalë, po, që patjetër ato lulet do i shkojnë. Ja, sot do i shkojnë lulet. Ajo s'di gjë, po do i shkojnë lulet. Kështu që unë do jem punë më vonë. Kështu që por duhet të jetë çdo ditë. Ai tha na im frashëri, s'du të bëj sikur jam nuk ka lidhje fare, thjesht fare, me vepra të vogla siç thotë që kanë shumë rëndësi edhe ato. Jo, sipas mundësive është. Unë për dikë mund të jetë detyrim financiar, sepse po varet çka ke në krah. Personi që ke në krah presupozohet që ti e njeh. Prandaj jemi të. Kështu që duhet të kënaqet dhe duhet të marrë parasysh edhe gjendjen tënde financiare se si e ke. Kështu që duhet të kënaqet me ato veprat e vogla, ka vlerë ajo që thaj. Po për ty është detyrim apo është ditë dashurie që ti Unë e kam në 365 ditë, unë e kam Shën Valentin, kështu Bravo. që Hajde, një gest i vogël që ti e bën për partneren tënde. që bëj, unë e bëj çdo ditë. Një. Maj çunën Për e ata që vogël. janë Ne s'dim gjë, ajo duhet të jetë gjë e modhe që të mash. Unë maj çunën e vogël. Unë maj çunën e vogël natën, ai ma ditën, kështu që kompensoj njëri tjetrin. Kryesore dhe është ndihma më e madhe që mund t'i bësh Normalisht. partneren vërtet. Normalisht, ajo diskutohet. Nëse nuk e do partneren tënde, ti nuk do e ndihmosh në ato gjëra të vogla që janë. Domethënë që duken të vogla, sa ato janë shumë të mëdha, ama unë për mua është 365 ditë për mua Shën Valentin. Ose nuk e ndjej 14 shkurtin që sot duhet i bëj lule, duhet i bëj dhuratë. Po. Nëse e ndjen ti lule do i bësh mëngjes në drek ndarë. Në 365 ditë. Nuk ka kuptim ti blesh Duhet të gruas. hapim dyqan lulesh për zotin. Nuk ka kuptim ti blesh gruas makinë. Edhe mos ti jesh me te fare. Çfarë do makinën? Ajo don makinën, po don me të dy, nëse ajo është sinqert me ty. Koha besoj Flasim që nëse është është. më me vlerë që mund të japësh Pa, në person. koha është shumë e rëndësishme. Kështu që unë po e them nga eksperjenca. Vetëm mos e ktheni shumë seriozitet. A keni thënë ndonjëherë të dua por pa e ndjera të gjë thjesht për të dalë nga situata ose nga një vend që jeni? Ta të martuarit Ledi, s'kam besim që do ta thonë edhe ti. Po unë jam martuar, kam një gocë 8 vjeç, kështu Pa që shprehje. Po thashta pse rri kështu si urtë si gjëra Po vërtet? thashta thosha për në fund, Po nisi që mos më ngritje shumë. Po ta. Pa mirë, se Tani nuk nuk e na besoj. keq kuptona. Tash unë jam 38 vjeç, mund ta kisha thënë të dua nëse do isha lidhur me një gocë nga veri ose mund të vinë 8 vëllezër për shkak të. Thoj të dua. Thoj të dua. Ja. Edhe mundet, edhe mundet. Ja, kur. Na keni lënë imagjin e keq? Se ne nuk bëjmë presion për ato gjëra për me thonë fjalën të dua. Ti e merr edhe marr punën. Merë fakt, merë. Po të dua nuk është se kemi thënë ndonjëherë kështu kodon. Ne kemi ndjerë, kemi thënë, se kemi ndjerë, se kemi thënë. Sa çunat mirë pas kam sot panel nuk e di nëse do ishin vërtet gjithë çunat kështu si ju. Lumë në vajzat që kemi akoma djem. Po flasim për anën e mirë nëse. Mirë, shikoj, emisioni im është qeshësh për qeshur. Dhe nëse ne themi diçka nga e kaluara që kemi thënë ti është sa për dalë nga situata, nuk është Po, asgjë. unë edhe mund të thonë ajo. Po jo me partnerin që ke në krah sot. Për shembull, me të se thuta. Nuk e thash të. Unë thash ju ka Me dikë. ndonjëherë me dikë për të dalur nga situata se nuk thjesht po për ta ja- thënë se është për ta thënë. Për zotin unë nuk është se maj men,
Po edhe nuk përjashtohet, kush e di. Domethënë aq parancë mund të ketë qenë sa që se më mend. Nuk më kujtohet. Po që mund të ketë mendon. Kush e mohon atë që. Me çfarë do na përshëndesë ti në këtë moment me një këngë? Të duhet na këndosh. Tani të na japësh pak ritëm se çuna atë një sot. Un kam të kohët e fundit. Po me qenë se jam nga Shqipëria mesme, un jam nga Shiaku. Si edhe kam qejf të kishim kënuj çik këngë. Me qenë se jemi për qeshe për Por e këngë tashnë Shqipërisë mesme më. Këngë popullore vlla. Jepi vllase 5000 lekë. Për neve pra. Ja, 5000 lekë që ne morëm unë. Kështu që vlla, bogati di pesë tjetër, pagun plus 10-ën. Futen xhep pesën se prap këtë do të hedhi. Ç'ke moj fiti që po qanë, o brava koma në dyqan. Dyqan gjitë plaçin e sy, brave fitin, o brave fitin, o veti dyt. Amon, amon, e brave fitin, o brave fitin, o veti dyt. Hajde mashallah. Veti ty t'moj, veti tret, o vala i se desha vet, vala i se desha vet, më shpëtoj, o më shpëtoj, altia e shkret, amon, amon, më shpëtoj, o më shpëtoj, altia e shkret. E qaj me lot, o me lot në syje, e qaj me lot, o me lot në syje, e me ka molli shpirto tri me tyje, e me ka molli shpirto tri me tyje. Ajde, oh! E qava, qava, o lala, qeshtu i plase, e mu mush zemra lale me maraze. E qava, qava, o lala, qeshtu i plase, e mu mush zemra lale me maraze. Tate du fuston, ta plenë tata për baron. Tate du fuston, o ta plenë tata për baron. Balon ta uke, balon ta bake, e mori me satën, e qojmë la prake. Balon ta uke, balon i ron, e mori me satën, e qojmë tiron. E tate du fuston, tabletata për baron. Tate du fuston, o tabletata për baron.
duke puc, ti blej tata me majuc. Tate, duke puc, o ti blej tata me majuc. Balon ta uke, balon ta pake, hajte mori me satën, e qojmë shijake. O balon ta uke, balon i ron, e mori me satën, e qojmë tiron. E tate duke puc, ti blej tata me majuc. Tate duke puc, ti blej tata me majuc. O ti blej tata ty të gjitha, që të jesh ti mo e mira. Me kapele me fustona, ti blej tata nesër mroma. Bravo Çuna. Ledi, unë duhet di nga ti si ke njohur ti bashkëshorten tënde. Nëse do të ndash me publikun sigurisht. Do them një detaj të vogël fare dhe më shumë do preferoj që të flisja për çka kam arrit deri tani. Ajo është arritja më kryesore, besoj, kur gjen njeriu që vërtet i dashuron dhe krijon një familje të jetën e gjatë. Patjetër. Ja se po merr telefon, ja të lutem. Jam në emision, do vi për pak, lutem ja, sa na kujtove. Hajde, si e ke njohur? Nuk e shpëton dot pyetjeve sot. E kam njohur në një konkurs bukurie. Nuk zgjodha asnjë prej miseve, domethënë zgjodha atë, ishte kushurira një prej gocave që konkuronte për mis, aty e kam njohur edhe publik, ë? Po, është e vërtet, po. Nuk më hyrin në sy asnjë nga ato, domethënë. Ato të misi. Sa modeste, ti si e ke njohur bashkëshorten? Duke bë muzikë kam njohur në një lokal në Durrës, në Golem. E dini Golemin? Po, sigurisht që po. Aty e kam njohur, një restorant që shkoja unë shpesh. Aty e kam njohur. Domethënë ju kishit gjitha me pjesë muzike, aty kam njohur aty. U jeni shumë rregull, nuk po ju them asgjë se shumë mirë se rastësia. Unë kam qenë dua shtyp në makinë pra. Ky është ekstremisht. Është e vërtet. Domethënë është rast unik. Kam qenë dua shtyp në makinë. Si ja morë numrin fushës? Masane është histori e gjatë, se po të fillojmë këtu në dikur e marrojmë ne. Shtunën tjetër. Emisioni im është pa limite, mund të flasim, do mund të tregojmë çdo lloj gjë. Është si a gjeta numrin? Po çeka si film. Po është si film. Skenat e filmeve. Domethënë unë ambienti i studios time, unë jam nga Tropoja, rritur në kombinat. Lagja më e preferuar e Tiranës, domethënë. Aty ku aktualisht edhe operoj me punën time, edhe rastësi, unë të fut me të kuqen semafor, ajo të kalu vizat e bardha, zebrat i thonë kosovaret, të shemora për para, mora ca çajt me nga mami im, domethënë, edhe ideja është që u bon nusë dhe vjerme. Kështu që rastësia të sjell kudo. Unë ashtu e njofta nusën time. E gjetëm, domethënë thjesht shikimi që hasëm në atë moment. U interesova, e gjeta numrin, i mora të gjitha. Unë di çuna Kemi që pasur ca dasëm përvecira. të tonit ne kemi djegur. Vërtet ka qenë një dasëm që unë nuk e harroj kurrë dhe gjithmonë nëse më pyetet për një dasëm, them dasma e tonit ka qenë ndër dasmat më të bukura që unë kam përjetuar dhe kam qenë. Po, faleminderit. Si ke vazhduar ti karrierën tënde? Pastaj kam konkuruar për aktrim. Domethënë pasi njoha bashkëshorten konkuruar për aktrim. Është që pas ka pas një të mirë. Në 2009 mbarova për aktrim, më pas s'u mori kërkush në punë. Beshaka pasi punova 2 vite në teatr, hapa agjencinë e eventeve për fëmijët për të rritur dhe prej 4-5 muajsh jam viral në TikTok dhe në Instagram, po më shumë në Instagram me video të fani lidhe me tematikat e përditshmërisë domethënë. Unë këto tematika bëj. Mirë, do më mitosh për 5 sekonda Flavion sot. Flavion. Po. Hajde, iku. Mirë, unë ta bëra para për para thash emra ti harroj. As se këtë emrin tim. Okej. Hajde. E harroj gjithë. Kemi Flavio këtu, kemi Flavio? Ska Flavio pra. Ma mirë, pra. Duket se ishte ai, që thon, kamariri ishte Flavio. Hajde. Disa më thon Fabio, disa Filip. Rëndë ka që nuk tash pa emër. Qërani pasi mbaroj kolazhin, të lutem do ta bëjmë edhe një herë tjetër, ato 10-15 minuta, 30 minuta, 40 minuta do ta vazhdojmë se bëri një gabim nga ata çunat, ai tastirës ngatroi ritmin pantazhi. Kur boni humor, gjithmonë sa joni këto ju? Po normale vëlla, pse më çfarë do qeshim? Unë thash shoh çuna thash ishte perfekt. Po.
Ishte spektakël thash. Okej. Doni ta bëjmë dhe herë më mirë? Okej, vazhdoj me pjesën e dytë. Ato 5.000 lekë shumë më lart. 5.000 lekë. Kjo pa. Kjo që më thonë. E bën ti diçka ti? Ermiton do? Ti imitoj unë? Po. Ja. Tash i bie ti imitoj vetëm. Ja, ta imitosh këtë. Si tip, jo. Se imitoj ta. Ti kush e kam besim? Me imitu Ledin? Fal. Po. Ka të imitoj këngëtarin? Këtë duash, gjithë këtë duash. Të imitoj? E më Ledin e imitoj Mogolaj, se Ledin e imitoj dhe unë së rrinë gjithë kohës. Karizmatik e ke parasysh. Ka atë gjeset i ka kështu, ka shumë momentale, shumë entuziast, e ke parasysh, ka shumë gollaj. Ka edhe këtë pjesën tjetër, domethënë që ato ne gjatë gjithë kohës këtu, sigur, domethënë Nusja tani po e kontrollon, e ka vënë GPS dhe po e kontrollon gjatë gjithë kohës, thu ka një kamerë që ka Po të vënë gjithë Nusja. kanë GPS-in, po të paktën unë e pranoj ato. Edhe ti e ke GPS-in, Jo, ai e ja, ka. ky nuk e ka të problem, nuk e komplekse besoj. Ndodh që nëpër mbrëmjet e tua live-it ka vajzat që të gacmojnë ose t'japin Po numër. sa të dushme lekë çfarë të thotë? Po tha joja fut Numri kot. jam ja. Ja? Jo, numrin jo, vetëm shkoni ja hedhën letra. Ja kam se sinqerisht kjo pjesë është mund ndodhi për shembull që po varet edhe ti se sa se sot nuk ka më problem, nëse është sot në 2026 problem për të flirtu apo për të njohur dikë, nuk besoj se është më. Kështu që Mirë, a kemi ende shok që tonë më na rregullon ndonjërin? sa dush më shok, ashtu ka sa dush. Po pra, shikoj. Ka sa dush. Ja kush ai çunin mbrapa. Është ideja këtu. Jo, sa i feju më dhaj. Varet për ç'a bëhet fjalë. Ç'a më rregullu dhe ç'a lloj niveli, ç'a kategorie. Tash i varet ç'a kërkon robi. Njeriu. Më kupton? Ka lloj niveli, që i dim gjithë. I shohim për ditë. Aty ku shkojmë ne e bëjmë muzikë. Të paktën në pjesën më të mirë të vendeve, unë nuk është se do preferoja shumë kisha i raport, sepse unë jam në punë e gjitha gjëra, nuk më pëlqen shumë që aty ku kam njoft partneren time, ka qenë sezon veror, ishte restorant familjar, unë shkoja 2 herë në javë aty. Edhe ishte 3 muaj vere, më kuptoni? Ka qenë kështu historia, se shefe. Ka qenë që më hedhin store në se beson, ha? Jo, më morë mend. Hedhin story, Instagram, po kënoja unë. Ta bëri tak. Boni tag edhe aty fillova unë. Avash, nuk është se... Kështu është. A kemi një këngë të re nga ti? Një këngë në zora... Bashkëpunim apo? Jo, e imja është vetë. Ja. Një këngë në zora në shtator. Kështu për dashnin flet të këngë. Për dashur. Është ritmike, po për dashnin. Ndërsa kënga që nxjerr tani është... E kam mbaruar në studio, thjesht do bëhet klipi. Është për Shijakun edhe për Tiranën. Këngë popullore. Tash ta bëj një për Shijakun tim edhe për Tiranën, meqense se Këto këngë ti i bëni sepse pëlqen më shumë nga publiku dhe sigurisht për ambientet që këndoni, pra për... Shiko, pëlqen nga publiku. Janë popullore që jemi rrit në me të frym, me muzikë popullore. Unë për vete pak unë ashtu jam rrit. Dhe e kërkon dhe tregu. Kupton? Kërkon tregu. Njerëzit reagojnë, domethënë. Dashuria është ndjenjë apo interes? Edhe mos më thoni gjithë që është dashuria është vetëm ndjenjë. Hajde. Është interes i përbashkët, po? Nga dashuria vijnë frytet. Pema që mbyllet, që të bëj fryte, edhe nga dashuria interesi. Unë për shembull kam pas faleminderit madhit Zot, ka thënë Zoti 2 çuna, kështu që kam dash me zero mbi emrin tim, sa ne nga veriu. Kemi pak musteshet, edhe dom që ta trashëgojmë, kështu që interesi im ka qenë për Nusën që të më prodhoj çuna. Eltoni është tipik nga këta veriorët, siç jemi në veriorë që duan vetëm çuna. Shumë mund të jemi pak ta veriorë. Kush se do na veshën cikletë, do bosh i vajzë tash. Po, 2. I kam thënë Nusë sa herë do godasim me 2 goca atë. Po, vërtet do t'i bëje 4 fëmijë? 4 për shefin tim. Unë kam thonë gjithkund edhe e them hapur se kam 10 kalamoj. Do i boja me gjithë shef. 10. Nëse Nusja ime do ishte e gatshme me shnet plot. 10 kalamoj. Nuk i bësh dhe me gratë ndryshme, po nuk është. Po, këtë më ka thonë li Nusja, domethënë më ka thonë që nëse pretendon për kështu, mund t'i gjesh se ti rrisun, tha, mund t'i bosh me këtë dush. Po që kjo gjëja... Veç gjetjen bukur, dalin. Po që kjo gjëja që veriorët duan gjithmonë çuna nuk, domethënë ka dhe jugor, se puna ime që duan çuna. Unë për shembull fëmijën e parë të gjithë sipas shenjave, do ta kesh çunë, dhe tash fillova me atë idenë që do ta kisha çunë vërtet. Fillova po e besoja atë. Pa e para akoma se çfarë do ishte. Edhe erdhi momenti që ta shikonin. Edhe tha doktoresha, tha, çaj do ti? Pyeti Nusën, tha, unë dua, tha,
vajzë, po tim tha mu çaj do. Po unë thashë dua çun dhe çun është. Edhe çun do jetë edhe çun do dali, po i binu se kështu më kishin thënë plakat e lagjes, sipas shenjave. Do të mori e pa, aty dhe më tha mu me 99% tha është gocë. Ndërkohë ishte dera nga 3-4 gisht ishte hapur, dera e dhomës. Ke parasysh kur të errën syt? Tipik verior. Doja dilja, po në vend ta hapja e mbyllja, e kupton? Tha çfarë duhet bërë? Thash do dal jashtë, s'po merrej frymën, e kupton? Edhe kur vajta erën tjetër, thash gjë, unë thash ja kam gjetur dhe emrin vajzës, se do javë okay. Po mirë, pse është dhurat me zot. Unë nuk pajtohem fare me këtë verior, sepse unë kam dhe 2 motra dhe sigurisht babai më shumë i lumtur që ka një familje që është vetëm prej vajzash. Pra unë kam djalë edhe vajzë vet, por unë gjithmonë kam dashur fëmin tim parë, kam dashur vajzën. Po ta veni re, nuk e di, unë shoh shumë raste sot. Po ta shikoni që gocat bëjnë më shumë për familjen se sa për mirë, ajo është e padiskutueshme. Gocat janë për prindrit, kush ka vajza botën ka. Hajde, një refren pa muzikë. Kush ka vajza botën ka? Këtu nga ty. Ja me muzikë. Pa muzikë, të dua. Kush ka vajza botën ka? O janë të mira sa më ska. Me mikrofonin e studios, Po. 2 të rinj një vit të martuar dhe një vajzë ishin e gëzuar. Viti 2 shpejt kaloi, vajza tjetër i gëzoi. Kush ka vajza të këndoj, janë të mira të këndoj. O janë të mira sa më ska. O kush ka vajza botën kanë. O janë për motër, janë për vam. O janë për nënë, për baba. Po janë për nënë, për baba. O janë sherbet për baklava. Normal. Okej. Tani kjo duar do kite ishte Trove çik strofën e parë. Kjo duar do kite ishte për ty që këndove, po më shumë vetë për Silvanin që na ka ftuar edhe sot duar për ty. Faleminderit shumë për festën. Faleminderit. Tani do ta them edhe një gjë përpara se të bëj një përshëndetje për ty. Sa për ato të ndërimën time serioze do them një gjë të shkurtër, që është mendoj se do jetë interesante dhe komike, edhe një gjë tjetër për si e kanë me çunin? Mariusi. Tash unë isha duke ndonjë kështu siç po rrini ju të gjithë Mariusi thotë, drejtohu çik tha valla. Prandaj unë po rria kështu edhe. Okej, edhe ndërmjet prindërve që kanë organizuar festat ose kanë dashur të prenotojnë një event, sepse unë jam shumë serioz kur vjen puna për të shpjeguar gjërat që ne ofrojmë. E kuptoni? Sigurisht. Edhe tha, çfarë do bësh ti? Tash unë jam animatori që organizoj total eventin. Tash do ketë grinca humori, do ketë shumë, po i tregoj programin. Ti tha do na bësh për të qeshur? Po më shiftesh. Tash po, unë tash do të bëj për të qeshur, nuk ka shans. Tash okay, në rregull, unë jam shumë serioz. Kur filloi eventi ishte pak i mbushur shumë me bark, me kështu filloi eventi, veç kur filloi po qeshte për tundet bark. Bravo çfarë ka mund, dhe në fund nda 5000 lekë bakshish ja dashi çunit, kështu që. A mund bëjmë një përshëndetje për Silvanën? Tani ja kënga është moj biondin me sytë e zi, po ne do ta bëjmë moj zeshkane. Mundet? Direkt. Unë dikur kam pas luajtur tastier live këtu edhe shumë vite para. Edhe mund të kem harruar, por me shpresë Zotit mund të bëjmë një gjë Një interesante. personazh si ti mungon shumë Big Brotherit sot. Do ta pranoje një ftesë tjetër? Ja. Pse jo? Veç nëse do jesh ti do e pranoj. Unë zakonisht aty ku futem, zakonisht unë fitoj vlla. Nuk njoh sfidues përballë vetes time. Inshallah, po ty të kanë ftuar? Sigurisht që po. Tash mos e hiq si mundësi që mund të jem edhe pjesë. Inshallah. Tash unë ja kam marrë dorën me vite, unë kam qenë 2008-ën që nuk lej show pa provuar e pa fituar e pa humbur. Inshallah ti jesh pjesë edhe të mbizotërosh. Bëj shaka, por nuk është momenti im për të qenë pjesë e një reality show. Paktën unë jo. Nuk do ta bëj në këtë moment. Të përshëndesim tani, të përshëndesim. Po do ta bëjmë zeshkane, jo biondina. Po ç'kece e bëj unë? Tani të kërkoj shumë ndjes që do largohesh veç 30 sekonda nga tastiera. 5000 lekë shëntoj. Tani po unë po riul. Unë po riul. Ja. Do të thosh që shumë kolloj ta imitosh. Zeshkanja me sytë e zi, e me bustë moj si qerëshi, e ja belin të ta maroj zemëro. Zeshkanja me sytë e zi, e me bustë moj si qerëshi, e ja belin të ta maroj zemëro. Ti e di se ëndra ti kam fal.
tire të pore të djel mos harro e imi a je Opa! Se shkanja me sytë e zi e me buzët moj si qershin e ja belin të ta maroj zemëro Se shkanja me sytë e zi e me buzët moj si qershin e ja belin të ta maroj zemëro A falet tradhtia nëse ka ende të dashuri? Unë mendoj që falet, sidomos ne çunave. Unë mendoj Ju që falet juve apo? Jo, do ta shpjegoj. Okej. Unë mendoj që tradhtia te gocët është ndryshe dhe tradhtia te çunave është ndryshe, sepse në rastin se një gocë tradhton, domethënë që për mendimin tim ka marrë fund çdo gjë, domethënë që një gocë mund ta bëjë atë lloj gjë, se ku di mua më duket që shumë rrallë gocët mund ta bëjnë një tradhtim. Kurse ne çunat ne bëjmë se e bëjmë. Na kap ajo euforia momentit, një mërzje të caktuar, në moment të caktuar dhe thjesht e bëjmë. Po që është ndryshme. Unë do të kundërshtoj këtu. Sa vjeç e ti vë? 31. 31 vjeç. Do flasim pas një 7-8 vitesh. Jo, do kesh, o vlla, kalon koha, e kupton? E kuptoj, të kuptoj shumë mirë, burr. Unë nuk Jo po se them do që s'ndodh. tradhtosh, jo se do tradhtosh, po do kesh tjetër koncept, tjetër Të mendim. kuptoj shumë mirë, të kuptoj shumë. Nuk po them që të thuash atë gjë që mendoj unë, e Jo, kupton? të kuptoj shumë mirë, jam duke të kuptu, po edhe po të kundërshtoj, se të kuptova për ne. Tradhtia nuk tolerohet nga krah. Vllani, Për mendimin tim, po jap nëse ka mendimin tim. dashuri, vlla. Nëse ka dashuri. Nëse ka dashuri, ti nuk tradhton atë. Tradhton ti pa. Ja, nuk pajtoj. Nëse më lejoni të ndërhyj në këtë temë, Jo, unë këtu jam kështu, unë jam i vendos këtu. Pam, ti je i vendos. nuk ka tradhti po dashur. Të gjithë ata që kanë ulumtuar rreth tradhtisë, Po. kanë thënë që mashkulli nuk tradhton se nuk e don partneren. Okej. More vesh. Ore këtë e kuptoj unë. Faleminderit, mirë pafshim. Por kjo nuk do të thotë që Nuk do të thotë që tolerohet ose të egzagerohet, ama unë nuk nuk jam- është se tradhton një mashkull Që është individuale. vetëm kjo është se nuk e do partneren. Ore të kuptoj shumë Kështu mirë. Të kuptoj shumë mirë. Kjo herë na bën neve, domethënë ku na çon kjo neve? Jo, unë e do Drejt- gruan time se tradhtoj Po kurrë. vlla, apo pse jam s'e brajtur drejton, ma sepse pjesë. keca ti vetë me veten, Keca parime. keca parime, sepse dëgjoj, unë nuk po po flas- them që nuk josh është jam shok. Po them që Po keca vlla, nuk parime. po flasim çfarë për bën ti veten vetë? tona, nuk po flasim për veten, po flasim përgjithësi. Përgjithësi, ore vlla. përgjithësi ndodh, ajo nuk pyetja ndodh. Ne po Ajo flasim tha, do ta përgjithësi, falë. jo, patjetër. Unë s'do ta falë. Po Po, flasim Nima, përgjithësi. kjo- A di pse s'do ta falë shoku? Se në fillim fare tham dashuria është sakrificë apo jo. Tash triun sakrifikoj. Triun ti mbaj bebin, siç thotë ai, është i ti. Po lënë bebin. Po ka qenë me temperaturë, po ka pasi halli kam nejt para mrapa, ne po këne. Edhe më tradhtoi mua ajo. Kurrë valla se fal mbot. Po unë kam motor vet. Edhe nuk do du, apo s'është shosi pa. Po vlla, më Edhe motën time shoku nuk duan teoria është shumë larg praktikës. sepse pastaj fillojnë gjërat, ti je nga Veriu, unë jam nga Shiaku. Po vlla, teoria është shumë Nuk larg kemi me ndonjë praktikën. ndryshim Gjithsesi, mos, Jo, s'ka asnjë. Më fal se nuk duam. As jugu, domethënë, ne si As parime jugu, joni soj. O vlla, jemi shqiptarë në fund ditës. Po, kështu që ne kemi të njëjtin mentalitet. Nga cepim cep. Tradhti, kur bëhet fjalë për moral, ne fillojmë luajmë me. Nuk mund të tradhtoj mua ajo që unë Po, sa po përmene ti për pjesën e 14 motër vetë. shkurtin kush e feston më shumë të martuarit apo beqarët? Jo beqarët. Domethënë nuk ke beqarë sot. Nuk e Harroje, beqarë. Domethënë, nëse do thosh nuk janë të lidhur, e ke parasysh se tani përderisa janë të fejum, nuk do të thotë që ata nuk duan ose nuk janë me dikon. nuk e kuptova Qysh- ata që po thoja unë, po gjithsesi. e festojnë Unë mendoj shumë se ata që janë beqara. Beqarët? Ti lidhur? Beqarët. në një dyqan lulesh, nëse diku shkon dhe ble lule, do ka të dash. Se gruas nuk i ble lule. Nëse i blen grus, po problemi është këtu tani. se ti Tani e kur- do kuptove, blesh e me kuptove tuva atë lule. tematikën vllazë ngeli kuptoj pak shumë, pesë. jo, kuptoj për Nuk po zotin. flasim për veten tonë, po kuptoj flasim shumë në qartë. përgjithësi. Kuptoj edhe, ta jap drejt, ke Vlla, pjesa falet, si ndodh. falet vlla për sa i përket sepse ke familjen në mes, ke fëmijët, ke gjithë racën, ke gjithë fisin. po tani e burr, tani, ore vlla, unë është nuk po tematik them- shumë e gjerë. Kush dashuron më shumë? Ata që xhelozojnë apo ata që bëjnë gjithmonë sikur jemi në hije dhe nuk t'japin rëndësinë. Pra të duan shumë, por në të vërtetë nuk e tregojnë, nuk e japin. Për xhelozun mendoj që xhelozojnë gjithë, po ca e tregojnë, ca nuk e tregojnë. Pra xhelozia brenda vetes, brenda gjithë secilit nga ne Është pas ekziston. siguri xhelozia? Xhelozia është pasiguri kur fillon të bëhet pak kështu, domethënë pa pikë logjike. Kur s'ka më logjik, sepse unë mund xhelozoj.
Edhe t'jap argumentat sepse jam xheloz. Unë them kështu, një njeri duhet të ketë edhe xhelozi, dy janë për mendimin tim dy virtyte të mira që duhet të ketë një njeri që për mendimin tim gjithmonë, xhelozia dhe turpi. Turpi është jo turpi që të nuk ka turpi, jo turpi që ty të pengon të kesh sukses të ecësh përpara. Që ai turpi që të ndryll. Turpi kur se thotë ajo, nëse aty ku ka ai, më thot, s'ka cip. Kjo është problemi. Xhelozia, unë për shembull jam xheloz. Me kufi. Nuk mund ta lej tani gruan time, ndalim kuptimin. Jo, unë po i them para kamerës. Një arsye. Ai këto i bën muhabetën ta pasin Mos e vjen mos presin ato jashtë. Sepse i vjet flas kështu si kur unë jam edhe çik besimtar. Jo çik, nuk mund të thosh çik apo pak. Unë jam besimtar në Zot. Unë jam musliman. Ti mund të jesh e krishterë. Katolike. Se pash që kishe kryq. 10 se i di unë. Tani, edhe në besim ceken, unë nuk kam turp ta them fare sepse e pranoj edhe jam shumë sigurisht. Xhelozia gruaja është diçka është shumë e shejtë. Po s'dite me majt ka me ti. Po. Është komplet ndryshe nga i mashkulli. Qofse ti the që i falet mashkullit apo gudion, për disa arsye shpjegova. Kjo tregon që si ne vetë jemi të ndryshëm. Na e kthyt në vaj më duket. Jo, s'do na pranojnë gratë ke shtëpia ne me çes po flasim. O to ne jemi mena 4 më të shkurtit. Edhe me qenë se jemi këtë temë, Është për të diskutuar. Është po flasim. Po ndodhin çdo ditë rradhti e gjona. Edhe po i falin, nga që po i falin, nga që po i tolerojnë. Jo po kjo, jo po ajo, po ndodhin këto që po ndodhin. Ashtu do të flasim realitetin. Me këtë do e festosh 4 me shkurt, deri në orën 12 me shpiz, pas do dal me shokët. Se ti u bëna çik më shumë serioze se. Jo, nuk ka problem. Jo, unë thjesht që ta kthej në grimca humori se janë gjëra serioze normalisht. Dikush ka ardhur të të kërkojë një tatuazh, por në një vend që ty të ka bërë vërtet. Më ka nimu edhe gruaja në këtë rast, mos e vraj menen. E kom pas gruan aty, ka ardhur goca ujë, ka dash tatuazhin, më ka nimu për me. Po kërkoja vendin më interesant që ty të shkërkuar ndonjëherë për të bërë tatuazh, po. Interesant, për mua janë interesante çdo. Për mua, trupi i njeriu është tablo. Si që është tabloja për piktorin, për mua është tablo, kështu që jam. Më interesant apo me sikletshëm? Jo, për sikletë që na kaluar çikur kam qenë 15 vjeç. Më interesant që s'ta ka marrë mendja ndonjëherë që mund të kërkohet një tatuazh në atë vend. Për zotin tani në Po më fol se s'ka ndonjë gjë. Po që është më interesant se nuk ose ka në se pjesë tjera që nuk janë interesante, se janë se për shembull në këtë kohë një miku jon ka bërë një tatuazh breshmëra pa kombës, tut ma imitosh 3 sekonda reagimin se si reagon. Jo, atë nuk ta imitoj dot se duhet më bëj shumë dramatik këtu. Duhet bëhem shumë dramatik. Kurse për pjesën e veneve të sikletshme, sot për shembull ka vajza edhe çuna, që për pjesën e çunave nuk ndërhyjnë ato pjesë, po për pjesën e vajzave për shembull vijnë vajza që duan një tatuazh që t'ia dedikojnë të dashurit vet. Domethënë edhe pjesa sa herë fshin edhe. Po për atë, domethënë ka ndodhur që mbrenda një muaji mund të kem ndërhyrë në një tatuazh 3 herë thjesht nga shërimi. E ke parasysh? Po domethënë edhe nëse nuk është shëruar plotësisht, se një tatuazh minimumi do 2 javë, kam ndërhyrë 3 herë. E në rregull? Po ç'lidhje kam unë vajë. Ti do na përshëndesësh me një këngë greke sot aty. Direkt. Po, është momenti jot edhe do ta shijojmë. Staste na prosfilo papu e dopo i poli cataferni na mini viazete sto chiedro archi se o giro stu thanatu vravi savatu e na sa era se na tripai
corrimo e covrec menos più pali aptinga partina mu ma se psachno apechno semena stina fina mu apo to parco me chi pari to domani a ta balconia ja se mi che to luluda jak se kurdi stila terna i sapu piani to zizani to sagronia catevradi che deftani capio sta e che posegine rutina mu ma se psachno apechno semena stina fina mu ma se psachno apechno semena stina fina mu pa me opa era Αφήνω πίσω στη καρδιά μου το πηγωμένα σ' αγαπώ κοντά σου έρχομαι καρδιά μου και περιμένω να σωθώ κοντά σου έρχομαι καρδιά μου και περιμένω να σωθώ αφήνω πίσω στη καρδιά μου το πηγωμένα σ' αγαπώ μου λες δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί πως αποκλείεται κι εγώ κομμάτια γίνομαι μου λες δεν γίνεται όμως με ένα μου φιλί καρδιά μου γίνεται, γίνεται, γίνεται ένα Αφήνω πίσω στην καρδιά μου ένα μεγάλο χωρισμό κοντά σου έρχομαι καρδιά μου και περιμένω να σωθώ κοντά σου έρχομαι καρδιά μου και περιμένω να σωθώ αφήνω πίσω στην καρδιά μου ένα μεγάλο χωρισμό μου λες δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί πως αποκλείεται και εγώ κομμάτια γίνομαι μου λες δεν γίνεται όμως με ένα που φιλί καρδιά μου γίνεται, γίνεται, γίνεται Μου λες δεν γίνεται όμως με ένα μου φιλί καρδιά μου γίνεται, γίνεται, γίνεται Faleminderit. Jemi rikthyer sërish, besoj që të kënaqeni edhe secili nga ju të kenë marrë një mesazh sa më të mirë dashurie. Unë duhet të bëj një falënderim për restoran Trapi, sepse ne këtu jemi sot dhe do ta falenderoj shumë për mbështetjen, gjithashtu duke falenderuar edhe juve çuna, sepse sigurisht sot është një ditë festë dhe keni ato angazhimet e juaja dhe gjërat tuaja. Jemi në një moment që secili nga ju për 10 sekonda duhet bëj një mesazh dashurie për në kushtet që do të temon. I pari do bëj super romantikun. Si ishte? Super romantik. No, këtë mund ta bësh ti. Jo romantik, po super romantikun. Do futesh në rolin e një super romantiku. Do jap mesazh? Po. Apo do shpreh? Mesazh dashurie, po super romantik. Qa punë e ke atë vetës, kjo është kur bosi i I dashuruar dyti, shumë. ti do ta bësh një super mesazh po me humor. Kjo të përshtatet ty fiks. Okej. Po? Ndërsa Eltoni do bëj një mesazh po pa e përdorur fjalën të dua dhe dashuri. O, jem rregull këtu.
Po, sa të vështirë kanë shqiptarët tonë fjalën të dua, ja. Mos do të them midis të më shohin gjithë aty më fjalën të dua. Kush do ta vazhdoj? Po, unë kam më të vështirën si gjë. Pse? Ti dukesh natyrë dhe romantike dhe... Unë me vërtet këndoj, po s'jam poet. Kurse këtia dhe të fiks. Po mirë, bëhet i me humor, pra ta bëjmë. Unë s'jam ka asnjëna nga ato që tha. Kështu që ty ta dha fiks e je mrena. Po çfarë do pra zgjidhni nga ato? Jo, po këtë do. Jo, Silva e kanë thonë. Kjo është ndar. Tash unë duhet kuptoj, domethënë unë do t'i shpreh dashuri apo mesazh. Do jap një mesazh që njerëz duhet të doni e kështu? Po. Po romantike. I ndjeshëm, mund të të shoqëroj edhe dikush. Atë lutem se do bazë. Unë do përpiqem të them 2-3 fjalë, po nuk e di se si. Mirë, është Ti ke mërë fjalën dashuri dhe të dua, kështu që vazhdo ti jo. Po ta provosh veten nuk është keq. 3 herë dashuri, 3 herë të dua. Djali mund ta ndihmoj me një bazë të qetë. Nuk punon për mi tash. Ma kur do fiksa. Duhet me përdor. Mirë, thuaj një mesazh nusës tënde që të ndjek nga ekrani, por super romantik të jesh në këtë rast. E kuptoj unë, asaj doja thoja gjithsesi. Hajde pra. Aman mëse do bëhemi kështu në TikTok. Do në nxjerrin TikTok mund të na bëjmë shumë, që i thonë meme. Po pse duhet të jesh meme për të bërë një mesazh dashurie partneres tënde? Ata filloj unë vlla. Filloj. Hajde. Tani me humor, Po tha. ne Me humor. Më meritën se Më meritëm, se me humor. Ku të shoh? Duash. Nga do që të shofësh dukesh. Hajde. Gëzuar 14 shkurtin shpirtin. Të dua. Edhe pse s'më ke çuar akoma te shtëpia. Të dua edhe pse s'jam normal. Me respekt, le për ushi jot me morra. Nuk e ke kap 10 sekondëshin. 10 sekonda. A 10 sekonda mesazh? Po, 10 sekonda. Sa sekonda? Jetë 5 akoma. Sa jam te 5, okay. Elton më ndihmo. Shifrosh me kohën. Jepi. Ja, 1 sekondë si do ta majm fiksa. Hajde, nuk kam ile, S'ka lezet. ndërkohë romantik. Unë po mendoj, po. 1, 2, 3. Opa. Të premtoj që të bëj duratën më të bukur, sa po të kaloj ora 12. A mund ta kem lejen që pasi të kaloj ora 12 kalojnë kalqetën me çunat? Vazhdo, se ke. O ka ik, o vlla, ka ik. Ka ishta duart rokitja që shkruaj 5 sekonda vit. Nuk ishte fare, po fare për qeshur. Jo, se kam për qesh, ha? Jam Jo. shumë serioz vetëm se do Nuk të e përdor atë fjalën- fjalën dashuri dhe të dua. Hajde. Muzika është e bukur. Ka ndjenjë. Ka gjëra të cilat njeriu nuk i percepton dhe nuk i kalon në përmend. E kupton? Bëj një tatuazh e zgjidh situatën sot. Ka më jepi atë imazhin e dur, të cilin ajo do i ndjej sa 20 minuta shkolla. Si nuk keni fare, po. Fare, ti më ke. Po fare. Unë ndjenja ti kisha mrena. Ndjenja që të japësh një imazh të bukur në trupin tënd që ti thush asaj, ky tatuazh jam. A që është gati Feralbim duke, ha? Je gati? Që gati jam unë. Firat Firat bej të vulë ndihmuam firat. fare. Deri tani të kemi ndihmuar me 2 momente të ndryshme, një humoristike, një me ndjenjë. Ata themi me këngë më mirë. Okej, thuaja me këngë. Prapë dhe këngë dashnie, balat. Në gjitha me të qajtë. Në gjitha me të qajtë. Hajtë. Okej, po ta ndroj Maestro, rolin. sol. Jo, po bëj një këngë. Hajde. Po bëjmë romantik. Hajde. Ne të ti urej, pa ty kur jam. Sa do doja t'kisha pran. Vetes ti me kur, jo si ata. Sa e që të kam, veç ty të dua. Dua të më ndjesh, dua të më falësh, dua të t'i them dy fjalë që kur si ta. Dua të më ndjesh, dua të më falësh,
them dy fjalë që kur s'ti S'ka nevojë për koment. Fjalë më të bukura. Dua të t'i them dy fjalë që kur s'ti thash, do ja them mas orës 12. I afruar valla, po se ke gjetur. Do me thënë, kjo duket sikur po ndahen e kështu, po prap se prap, ky po ja shpreh akoma më Jo, shumë. ajo nëse Se të tha dy mungon fjalë- dikush, Po, i mungon tani po problem. flas jashtë asaj, domethënë lejo me përdor terma të Hajde. dua të dashuroj. Hajde. Po bëhem pak sentimental. Hajde. Nëse ti e don dikon, nuk do të thotë që po i the më mungon, Po, je ndame, i ose ndame, nuk po, je. bravo. Kështu që Pranaj edhe thash. ndjenja jashtë të mos bukura merret në tash. çdo kohë. Zuar, vlla. Edhe neve na mungojnë gratë në këto momente, e ke parasysh, po hajde gëzuar. Hajde. A bëjnë gjithmonë meshkujt si kur janë dashuruar si sot, apo dashurojnë vërtet? Dashura. Unë e thash në fillim, Dashur. meshkujt e ndjejnë më shumë. Dhimin e tatuazheve se mos e ke kuptuar, a? Ndërkohë që ne blisemi as pas, jo jemi kështu. Mirë, jemi në një moment që keni mundësi për t'i bërë pyetje njëri tjetrit, por nga ato pyetje që ti ta vësh me shpatulla pas muri, që nëse nuk përgjigjet, sigurisht që do bëj një dënim të miratuar nga ne. Si më shem në kokë Okej. të syni, tak, Dhe djerë, te unë e ke, është- hajde. dhe është shumë Ja, ma mirë- nuk para- është shumë mirë që nuk njiheni me Me njëri të sokoli ka dalë para prandaj topit. ju kam zgjedhur fusha të ndryshme. Unë, filloj unë i pari? Okej. Po duhet t'i bëj veç njërit apo të dyve? Të dyve mos e Bën vënë. njerë Që e ndaj përgjigjes. Dy pyetje, po, duhet që. Atëre, ata ka dhënë ndonjëra numrin e telefonit gjatë live-it apo dasmës, nëse po çka ke bërë? S'ma ka dhënë. Le, ma tash më trego, unë jam nana. S'ma ka dhënë. Vetëm Instagrami. Ja, si sa kam, Edhe sa kam, po çka ke do të bërë? dhon Nuk, në edhe Instagram. çka ke bërë? Do me thënë, më kanë shkujt. Nuk më kanë dhënë numër. Kanë shkujt mas i dite për shembull. A quhet? Quhet ka dhënë përgjigje. quhet edhe okej. apo Kanë përgjigje. shkujt mas i dite dhe i kam thonë jam i fejuar. Okej. Po nëse s'do kishte qenë i fejuar. Kush e Do di? kishte vazhdu programi si ka vazhdu me nusën. Se nusën ashtu e ka njore. Edhe nusën është Vazhdojnë Nuk programin. ka ne gjë të keqe, domethënë, po që ka raste që edhe i tregoj për shembull, sepse unë nuk është se majt fshehta kështu se kur je me dikë. Qa tregon apo? Shive se. Ja tregon që të Edhe ka ja tregoj, shkruar. edhe ja tregoj. Ja, më mirë. Eltoni. Ja, këta të tillë partner duhen në jetën e çdo vajze. Edhe ja tregoj. Të jesh Kur sa më duhet me i transparent. tregu ti buhet çdo lloj mesazhi që të vjen Jo në çdo Instagram. mesazh, ja. Ja, se tjetrit kanë thonë shprehje, po nuk i tregon Hajde. gjë, nuk Nuk i tregon tregojnë tanasot të ata. barkut Allah sa gjata i ke. Çdo mesazh që vjen në Instagram ja tregu gruas. Jo çdo mesazh, unë nuk thash. Mund të ketë në rast. Ju ftoj nesër të më hani Prapë pilafë. do e zbuloj. Shiko, unë nuk fshi mesazh. Apo s'pi alkol. Ne jemi në një nuk zbulon moment ato. fazë të jetës që ne nuk dim as ku i kemi telefonat, se për vetë faktin që fëmijët i marrin kalamaj, po, bërë me normal. sekretari, kështu që s'ka asgjë po të Se çka kuptimi ka asgjë. atë i fshet. Kështu që ishte pyetje mirë. Okej. Faleminderit vëlla. Një Po, pyetje Jo për shumë e Eltonin. fortë thot. Hajde. Kush për është Elton. kush është vendi më i çuditshëm që ke bërë tatuazh dhe a kanë dashur që ta konvertojnë të mos bëjnë pagesë? Mos e vrajmë, kam një përgjigje shumë të bukur për këtë. Unë në studion time kam një tabel që thot cash or ass. Do të thonë që ndikon se kam shok që janë beqare, e ke A parasysh? kanë tentuar vëlla, kanë tentuar me konvertu. Sa po ta thash pra, si e do ndryshe? Jo me shokët o vëlla, me ty. Me mu? Po, Po, mos se jam as simpatik se u dukem i shkurtër, kështu që. Po s'kan interes simpatik, kanë interes me konvertu vëlla, mos e pagu lekët. Po pra ta thash. Ha? Po, Ç'a ke bërë? çka kum po? A pse më pra tash ti ra shok? Ja kalon shokë. Tash ta pyes. Po, mund ta pyesësh. A mund të bësh një pyetje tjetër apo s'e ke bërë akoma? Ha. Do të manipuloj. Unë them që ti bësh një pyetje Tani. që ne t'japim të dënim. Tani. Sa e meriton. Pa, mos e bëjmë 5 Me pompa qenë si pa. aktor. Se aktorët edhe bëjnë manipulim. Ha. Drejtën. Je aktor që përballë partneres e manipulon për shembull. Edhe ajo sa rrin të kuptoj apo ja ke mësuar taktikat. A e më njeh më mirë se sa mua, më, njeh sa më njohun veten. Jo se jo, vëlla, je aktor edhe mund Më kupton me Më sy, zbulohet vëlla, nuk shumë e mirë, më kupton. më kupton me sy, vëlla, nuk e bëjmë. kështu që njeh. Normal që Je patjetër jemi kështu të zhveshur nuk e ka komplet. pas nuk e ka pas që në fillim këtë problemin për shembull se mos Fare, ka fare, thënë ditën. fare, Aktru që ditën e fare, parë. fare asnjëherë. Asnjëherë. Ulu 4. Ke një Ulu pyetje ka. të interesante?
Zhdramatizoj pak situatën. Jo, unë desha me bo pak më dramatike, po Sa më jepi, por hama se s'ka që më pa. Ose lërë. Deri në çfarë pike mund të shkosh ti si aktor? Mund të bëj çdo lloj gjë, vëlla, përveç Ne jemi në temën e dashurisë, a? Sot është festa e dashurisë. Deri në çfarë pike mund të shkojë ti si aktor? Deri në momentin që nuk dalin nga kornizat. Kornizat ku janë? Se kornizat ti e di se ku janë. Varet se korniza shkese. Kornizat e jetës o burr. Jeta ka shumë korniza. Ai quhet tani, apo t'ja fusin deri mbet 5 pompa unë. Jo, në korniza, se kornizat nuk quhet. Tash do përgjigjesh apo do para është Okej, do përgjigjem. Tani, në shumicën e roleve që më janë ofruar, i vetmi rol që nuk kanë bërë kanë qenë rolet e gejve. Nuk e bëj dot. Nuk e bëj dot atë. Nuk e bëj, vetë këtë gjë nuk e bëj. Po mirë. Edhe në spektakël, meqenëse më do futesh në spektakël, e vetmja gjë që mua do mbej dal nga vetja është kjo lloj gjë. Nëse mbi afër në një lloj prerje kështu, nuk nuk, ha? Vjet. Jo. Ngjo mua tash. Mos ja prish një imazh. Tani a quhet kjo një apo jo? Unë 4, unë bëj vetë 10. A quhet kjo një apo jo? Mos ja prish, mos Kam humbur role shumë të zgjuar. sepse këtu po A kthej. quhet apo jo? Unë dua të them një gëzuar për të gjithë ata që ndijnë veten familjare dhe janë gjithmonë pro burrë dhe grua. Gëzuar. Burr plus grua e ka bërë zot. Jeta Me nejt me fri. A quhet burrë si bana, a quhet? A quhet? edhe Çfarë nga dënimi jo? Ke marrë 10 me marrë yll, 10 por me që yll. nuk kemi asgjë kundra tyre, siç ka thënë Jo, jo. dikush në një intervistë. Po le të bëjmë Shpun nga mund me taka bro. Dhe për të falenderuar dhe për ta mbyllur me diçka shumë bukur, unë dua nga ju të tregajmë saktë për gjithë ata që ndjekin emisionin e Silvana Mushatit, qesh se është për të qeshur. Po le ta ndjekin, le të argëtohen, të qeshin pafund, të kënaqen pafund dhe sepse përcjell pozitivitet. Kështu që kjo është mesazhi. A do ta pranojë një ftesë dytë për të ardhur sërish? Patjetër. Jemi kënaqë e kaluam vërtet bukur shumë. Faleminderit. Atëherë, përpara se të them një mendim për sa i përket emisionit tënd, që është shumë interesant si emision. Faleminderit shumë për ftesën që më ke ftuar. Se pale do isha në shtëpi tani, pale çat bëj sa duke bërë. mund të isha edhe duke bërë ndonjë nga ato bëmat e tua, kështu që mund të kishte dalur pak nga kornizat, por Po do dhuratës për sot. Normal, po do më presi. Kishe kohë për ta blerë. Kemi shtuar për pak. Edhe ndiqen një emision e Silvanës, është një emision shumë interesant. Gjithashtu do kisha pranuar me qejf. Inshallah kur vjerën tjetër kemi ndonjë gjë më interesante për të thënë. Ndoshta mund të jemi bërë çik më tepër të njohur, të famshëm VIP. Edhe me ca lekë më shumë. Me këtë që po thua, do të shohim në një reality show apo? Po i ftesat kanë qenë, po jemi pak selektiv, inshallah po na bin ndonjë gjë e mirë për pjesë domethënë. Shpresojmë shumë edhe ja Sa shumë e rëndësishme. Ti ke çfarë jep gjithmonë? Faleminderit shumë. Faleminderit. Ty faleminderit edhe ty Kusho, është gjithmonë kënaqësi që të kem pjesë time si në jetë, por gjithashtu edhe në këtë emision. të falenderoj shumë. Faleminderit. Edhe për mua ishte një kënaqësi e madhe të jem edhe prezant me çunat, edhe me ty si kam Kusho. Nëse dikush do të zgjasë jetën, na shofi neve edhe të tjerë që do vinë, edhe ata që kanë kaluar, sepse qesh, se është për qeshur, do ketë çdo gjë. Smile, thoti miku im, prapa skenës, kështu që është çdo gjë e bukur, qesh. Por para se unë ta mbyll, ne sigurisht pastaj do ta mbyllim me një këngë nga ato këngët e tua që ju Shqipëria mesme jeni flak zjarr gjithmonë. Shiak me hallë do na përshëndesësh? Po mos jak me hallë, shumë. Unë dua t'ju falenderoj Shumë gjithëve që gjë. kanë ndoqë të shtonë, sigurisht morët vesh edhe çfarë është të dashurosh me 4 meshkuj. Sot turp t'ju vi që s'ma sollet një trëndafil. Jeni 12 çuna këtu dhe unë një femër, po ja sa ka ju qoftë. Unë këtu kam kundra përgjigje, se kur shkova Ja, për me morë trëndafila sa për kjo nusën qoftë. time, nuk i met mua asaj, kështu që Shihemi sërish. faleminderit, Edo. Na nxorë, paqe pa. Një lule si kjo ka më shumë vlerë se sa një trëndafil. Faleminderit shumë, do shihemi sërish të shtunën tjetër, gëzuar Shën Valentinin. Tani është momenti jot. Momenti ynë.
O shijak me hale që më bone o zot Më fute në vale dhe tani s'dali dot O shijak me hale që më bone o zot Më fute në vale dhe tani s'dali dot Zdesha që kalova hane nga shijaku Një gotë se takova dhe në zumeraku Si qiri po të reten, zemër pa nga pak Kam frikë se do metem, thonë në shijak Ajde Hiç më bone mojnon, si më le pa fal Linda qun, tironem, do t'es në shia Hiç më bone mojnon, si më le pa fal Linda qun, tironem, do t'es në shia Zdesha që kalova, hane nga shijaku Një gotë se takova, dhe më zumeraku Si qiri po të retem, zemër pa nga pak Kam frikë se do metem, thonë rëshia Bravo, Quna! Jesi hona, jesi deli ti për sytë e mi Më mune gon kur je larg meje, pa ty s'mon të ri Jesi hona, jesi deli ti për sytë e mi Më mune gon kur je larg meje, pa ty s'mon të ri Gjerdanin e dashuris, aman e aman Jo ti gotë se vogël mos e prish, aman e aman Ta kom fal ty zemrën që ta dish, gjane, gjane, gjan Ti e gjysma ime nuk turis, aman e aman Ate puno! Sa larg to ka qelit, hajshte ka mund ty Gjerdanin ma ke dhurulit, me na bajtë dy Sa larg to ka qelit, hajshte ka mund ty Gjerdanin ta kam dhurulit, me na bajtë dy Gjerdanin e dashuris, aman e aman Jo ti gotë se vogël mos e prish, aman e aman Ta kam fal ty zemrën që ta dish, gjane, gjane, gjan Ti e gjysma ime nuk turis, aman e aman Një fjalla sa, si a kam thonë Sa e pash, to ke nash Rete du, as një se ka Se shumë do kishe dash, vetëm me pa me sy Në tora jo e ka, njërin ka një të ty Rak tak zemra poni, kur unë ty të pash Rak tak tak
tak zemra poni, shpirtin ty ta dhash. Rak tak zemra poni, kur unë ty të pash. Rak tak zemra poni, shpirtin ty ta dhash. Kur unë ty të pash. Rak tak zemra poni, shpirtin ty ta dhash. Rak tak zemra poni, kur unë ty të pash. Rak tak zemra poni, shpirtin ty ta dhash. Bravo, faleminderit.